Kjo grua piu vaj ulliri për një muaj dhe ajo çfarë ndodhi I habiti të gjithë. Tradicionalisht, një dietë me yndyrna të ulta është përshkruar për të parandaluar probleme të ndryshme si ato të zemrës dhe diabetit. Studimet kanë treguar se dieta me yndyra të larta mund të rrisë riskun e sëmundjeve të ndryshme. Ne e dimë tashmë se një dietë e pasur me yndyrna të shëndetshme, të tilla si ato që gjenden kryesisht tek vaji I ullirit, arrat dhe farat në të vërtetë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Na mbrojnë kundër një sër komplikacionesh të ndryshme të organizmit. Ndaj shtimi I vajit të ullirit në mënyrë të rregullt në dietën tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Një studim I publikuar në revistën shkencore Diabetes Care tregoi se një dietë e pasur me vaj ulliri do të zvogëlojë gjithashtu riskun e diabetit të tipi 2, pothuajse me 50% krahasuar me një dietë të ulët me yndyrna. Diabeti tipi 2 është forma më e zakonshme e parandaluar e diabetit. Vaji I ullirit mund të parandalojë gjithashtu goditjen dhe sulmin në tru. Sipas një studimi të ri nga Franca, I botuar në revistën online të neurologjisë, personat e moshuar që konsumojnë vajin e ullirit çdo ditë mund të mos pësojnë sulm në tru. Ulëntuesit mblodhën informacione nga dosjet mjekësore të 7.625 individëve mbi moshën 65 vjeçare nga 3 qytete të Francës. Asnjë nga pjesëmarrësit nuk kishte pasur sulm në tru. Ata pastaj kategorizuan individët në 3 grupe bazuar në konsumin e tyre të vajit të ullirit. Studiuesit vunën në dukje se pjesëmarrësit që përdorin kryesisht vaj ulliri ekstra të pastër patën gjithashtu edhe rezultate më të mira në shëndetin e tyre. Vaji I ullirit e mban në zemrën tuaj të re. Një dietë e pasur me vaj ulliri mund të ndikojë në ngadalësimin e plakjes së zemrës. Është një fakt I njohur se, ndërsa ne rritemi, zemra kalon nëpër një proces normal të plakjes. Arteriet nuk mund të funksionojnë ashtu siç kanë bërë më parë, dhe kjo mund të çojë gjithashtu në një numër të lartë të problemeve shëndetësore. Megjithatë, një sulm kohët e fundit tregoi se studiuesit spanjoll zbuluan se një dietë e pasur me vaj ulliri dhe me yndyrna të shëndetshme mund të përmirësojë gjithashtu edhe funksionet arteriale të personave të moshuar. Vaji I ullirit mund të ndihmojë gjithashtu edhe kundër problemeve siç është depresioni. Është e njohur zakonisht se vaji I ullirit dhe dietat e pasura mund të ofrojnë një mori përfitime shëndetësore. Por çfarë të themi për përfitime shëndetësore emocionale? Sipas ulëntuesve spanjoll nga Universiteti Navarra dhe Las Palmas në Gran Canaria, një dietë e pasur me vaj ulliri mund të mbrojë kundër sëmundjeve mendore. Ulëntimet zbuluan se personat të cilët konsumojnë më shumë vaj ulliri dhe yndyrna bimore, të cilat gjenden kryesisht edhe te peshqit yndyror dhe vajat bimor, kanë një risk më të ulët të problemeve të depresionit. Vaji I ullirit gjithashtu mund të parandalojë edhe probleme të ndryshme që I kanosen shëndetit tuaj të lëkurës. Një studim ka zbuluar se vaji I ullirit së bashku me përbërësit e tjerë të një diete mesdhetare mund të kontribojë në parandalimin e problemeve të lëkurës. Sipas zbulimit të disa studiuesve, lloji më I zakonshëm I problemeve të lëkurës ngadalësohet nga konsumi I vajit të ullirit, I cili është I pasur gjithashtu edhe me antioksidantë të rëndësishëm që mund t'i bëjnë balë të gjitha komplikacioneve të ngjashme. Shtimi I vajit të ullirit në dietat tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje të veçantë ushqyese për shëndetin tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj, nëse doni të përfitoni në maksimum nga vlerat e tij, shtoni vajin e ullirit në menun tuaj ditore. Shpjegimit se vaji I ullirit ju mbron gjithashtu edhe nga problemet e lëkurës është vërtet I gjerë. Vaji I ullirit mund të ndihmojë edhe kundër problemeve siç është për shembull Alzheimeri. Studimi I kohëve të fundit I botuar në revistën kimikal Neuroscience tregon se vaji I ullirit ekstra I pastër ka potencialin për të zvogëluar problemet e Alzheimerit dhe për të dhënë gjithashtu rezultate fantastike në kujtesën tuaj, duke mbajtur larg komplikacionet e saj dhe duke rritur aftësitë të njohëse. Ekspertët e cilësojnë vajin e ullirit si një prej produkteve fantastike që asesi nuk duhet të mungojë në regjimet tuaja shëndetësore. Kjo për shkak të ndikimeve pozitive që ai bart
në dobi të vlerave të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Vaj ulliri është një produkt fantastik, i cili mund t'i jap organizmit tuaj shumë përfitime të rëndësishme. Një lugë gjelle vaj ulliri çdo mëngjes zgjon shëndetin në organizëm, i dhuron trupit shumë energji dhe forcon gjithashtu sistemin imunitar dhe sigurisht edhe mirëqenien tuaj. Ai shton shije të padiskutueshme gatimeve dhe recetave të ndryshme anë mban botës, por krahas kësaj, vlerat që çliron vaji ulliri në çdo gatim janë mirëbërëse për organizmin. Sipas studimeve të ndryshme, një lugë vaj ulliri e shtuar çdo ditë në dietën tuaj mund të sjellë përfitime të mira në dobit e vlerave të shëndetit. Studime të ndryshme kanë treguar se njerëzit që konsumojnë rregullisht vaj ulliri janë më pak të prirur që të vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare, duke përfshirë këtu tensionin e lartë të gjakut, atakun kardiak dhe nivelin e lartë të kolesterolit në gjak. Vlerat që gjenden brenda një luge të vetme me vaj ulliri janë të larmishme edhe të dobishme në ndikim të shëndetit tuaj, në luftën kundër komplikacioneve dhe parandalimin e problemeve të tyre. Një lugë gjelle vaj ulliri e shtuar rregullisht në dietën tuaj do të ofrojë 120 kalori, 14 gram yndyrna dhe as pak kolesterol. Rreth 77% e yndyrnave që gjenden te vaji i ullirit janë gjithashtu mirëbërëse për organizmin. Ekspertët tregojnë se, por çfarë e bën vajin e ullirit më të mirë se sa vajrat e tjerë? Vaji i ullirit lidhet me numrin më të lartë të përfitimeve për shëndetin dhe reduktimin e komplikacioneve kardiovaskulare, krahasuar me vendet që nuk e konsumojnë. Studimet kanë zbuluar se një lugë gjelle vaj ulliri e shtuar rregullisht në dietën tuaj mund të mbrojë trupin kundër zhvillimit të qelizave të dëmshme. Ato kanë arritur në përfundimin se vaji i ullirit ul aktivitetin e B21-ras, një onkogjeni që parandalon dëmtimin e ADN-s, citon Healthline. Studimet tregojnë se ndryshe nga vaji i misrit i cili rrit agresivitetin e komplikacioneve, vaji i ullirit kishte efekte krejt të kundërta. Një lloj fenoli që gjendet te vaji i ullirit do t'japë rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, shtimi i vajit të ullirit në regjimet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje të veçantë ushqyese për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Vaji i ullirit është një produkt fantastik që mund të rrisë energjinë e trupit dhe të parandalojë edhe komplikacionet që ju kanosen çdo ditë. Ekspertët e cilësojnë vajin e ullirit si një prej lëngjeve më të rëndësishme që trupi juaj mund të përfitojë shumë prej vlerave të tij. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj do të ndryshojë edhe mirëqenien e organizmit. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij do ju lejojë të merrni përfitime maksimale. Ai njihet për efektet e tij pozitive në zemër dhe shkon përtej kësaj. Sipas Bright Side, shtimi i vajit të ullirit në menunën tuaj ditore çdo mëngjes mund të ofrojë këto përfitime duke filluar që nga problemet e lëkurës. Vaji i ullirit është përbërës thelbësor në produkte të ndryshme kozmetike. Ai do të reduktojë skuqjen, entjen dhe ngadalëson edhe shfaqjen e rrullave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben gjithashtu si një dezinfektues natyral, që mund të parandalojë edhe komplikacionet që i kanosen dukjes dhe shëndetit tuaj të lëkurës. Vaji i ullirit do ju ndihmojë në humbjen e peshës së tepërt. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare, e cila është e pasur me vaj ulliri, ka efekte pozitive në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi i një luge të vetme me vaj ulliri çdo ditë mund t'ju ndihmojë në humbjen e peshës. Vaji i ullirit është një produkt fantastik që mund të ndihmojë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj të trurit dhe jo vetëm. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit do të heqë grumullin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrna. Vaji i ullirit është i mirë për organizmin dhe një i rritur duhet ta ketë pjesë të rëndësishme të dietave të tij. Kjo fal efekteve pozitive të tij dhe parandalimin e komplikacioneve të shëndetit. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.